kur merr ftesa për të ardhur këtu për të folur për biznesin e për ekonominë është shumë i lumtur. Flasim për thelbin, flasim për të ardhmen, flasim se si e shohim Shqipërinë. Dhe u zhgënjeva shumë sepse shoh që partitë e tjera, jo vetëm nuk ka ardhur numri 1, por s'ka ardhur as numri 2, as numri 3. S'kan ardhur, them, kaq pak e rëndësishme që nga ekonomia, pushteti ekonomik dhe politik është i përqendruar në duart e, do thosha, një qeverie, por në fakt është një njeriu të vetëm, i cili vendos se kush do fitojë dhe kush do dështojë në ekonomi. Nuk e vendos tregu. Problemi i madh që qeveria ndryn fuqishëm, ndryn nëpërmjet korrupsionit, ndryn nëpërmjet përfshirjes së parave të pista, përveç ortakëve të kryeministrit, ata që në fakt nuk bëjnë biznes, ta printojnë para. U ka dhënë kryeministri një printer të vogël aty, dhe çdo mëngjes vend dhe ndezin, e thon sa para do printoj sot, edhe printojnë parat. Ai nuk është biznes. Ata mund të kenë fitime për 80%, për 70%, për 60%. Biznesi i ndershëm, nëse kalon 10%, që ka bërë super rezultat. Por nëse ndërkohë që ti ke planifikuar të fitosh 10% dhe të bie euro dhe të bie xhiro për 20%, dole me 10% humbje. Ky është një treg absolutisht nuk është i lirë dhe është qeveria që vendos. Vetëm ditën kur ne do kalojmë nga karikatura e kapitalizmit që kemi parë në një kapitalizëm të vërtetë ose të afrohemi të paktën, është një proces aq më shpejt Shqipëria do zhvillohet, ekonomia do zhvillohet, do kemi shumë para për arsimin, për shëndetësinë. Ka një shprehje që ne përdorim në Vlorë që nuk e përdorin dot më, që edhe bufi e di se si me shumë para mund të japësh një shërbim shëndetësor më të mirë, një arsim më të mirë.